ti e ki në dorë, vëlla jam i dashur, një mundësi të artë me fitu një shpërblim të jashtëzakonshëm tek Allahu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai cili ja mbulon vëllau të vet, Allahu do t'ja mbuloj atë në ditën e Kiametit. Ai cili ka të drejtë me shfrytzu diçka, por jek dorë për hatër të Zotit. A e din sa të mirat njëri e presë. A e din sa dyrë të sherrët i mbyllën ati njëri. Veç Zotit. Anë ditën e Kiametit kam i kallëzu Allah. Do të zbulohet gjithçka. Pra nga kjo e mirë, ha? Nga kjo ka ardhur kjo e mirë. Se është më shef prej një sherrët që tu ka vërsull e tu ka zvogëlu për hatër një vepër madhështore. Se njeriu i cili me bujarinë e tij, me fisnikrinë e tij, me zemër bardhësinë e tij, me zemër madhësinë e tij, me mendje hollësinë e tij, e mbyll belan, e zvoglon belan, sherrin të keqen, ai realisht i ka mbyll sherrin vetës, e ka hap hajrin vetës. Prandaj ky vëlla derisa pyet, ky është në udhkryq. E këti i tham, kush din ma mirë me të kallëzu ma mirë se vetë Muhamedi alayhis salam. Shikoj ti biografitë e profetëve. Sa padrejtësi u bërë aty. Sa padrejtësi kanë përjetu ata njerëz. Me çka ju në ballafaqu, ai mallkun, ai neman, au lotën kundër tyne, në raste të izoluara. Madje ka raste që kanë qenë të insistun prej melekëve. Shikom zemra e madhe njerit më të madh në botë e Muhamedit alayhis salam, për ja te i kalën melekëve. Vesh tha loto edhe më përmbys ta. Ata i than loto, kërkoj. Ky tha ju. Subhanallah. Unë tha lutna për të mirë. Se si dihet. Se nuk i dihet. Edhe realisht u dëshmuaj. U dëshmuaj. Sikur banorët e Taifit, cilët e refuzu Muhammedin alayhis salam. Mirë po i ran peshman. Kur i ra në mend që kanë bo, populli thot kur i ra zhetoni, kur i ra në mend që kanë bo, edhe hyjëm me shku të Muhammedi alayhis salam. Mi kërku halal. Po tash ish vonë, kesh vdek Muhammedi alayhis salam. Doli Abu Bekri tha, ka ndru jetë. Vonë. Mirë po, i qetësoj ata. Se keni në të garantun. Kur nuk është lutë kontër juve. E na du të më mësem njërin e madhë. Që e dojnë ana, shoshërin me ta në xhenet. Amen. E kjo ka mundësi me ndodhë nëse bojna për hatër të Zotit. Ai që e bën për hatër të Allahut, mundësitë e tij janë të arta. Ai është mik i Allahut. Fals. Ai është plot kuptimin e fjalës miku më i dashur i Allahut. Allah ka në burojnë e tij. Thot Allahu në Kur'an, fallahu khairun hafidh. Allah është ai që e ruan më së miri. Ai është në burojnë e Allahut. Ai është njeriu që le ka kuptuar më së bukuri porosinë e Allahut në tokë. Ai e meriton të quhet më këmbë si Zoti në tokë. Ai cili jep përparësi Allahut e jo egos ti, se ka të menaxhuar. E jo shpesh herë në emën të menaxhimit bëhemi robër të egove tona. Edhe harroj për kajna nis. Për këtë arsye Zoti na kujton me një fjalë shumë e shkurtër është. Fjala ndoshta më e shkurtë e mundshme. Thot fa ejnë të dhëbun kajnë nis. Se Allah për din, kajnë nis ta njerëz. Amo gjatë rrugtimit kanë harru për kajnë nis. Zotë e poftajrë. Amen.